Skema re për krahjes së fermerëve nga shteti me subvencione pritet të ndryshojë këtë vit. Specialisti i ekstensionit bujqësor në Shkodër, Sherif Brahja, duke i referuar takimeve të zhvilluara para pak ditësh të ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Sallaj me fermerë të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe, bëri të ditur se për subvencionimin nuk do të merret më përbazë sipërfaqja e mbjellë, por sasia e prodhimit që fermeri do dorëzojë në qendrat e grumbullimit kundrejt faturave. Nuk do të subvencionohet sipërfaqja e mbjellë me bim, siç është bërë vite të tjera. Do të subvencionohet prodhimi i dorëzuar në pikat e grumbullimit. Kjo i bën fermer që jo vetëm të zgjerojë sipërfaqet, por të rrisin prodhimin për rendimentin për sipërfaqe në mënyrë të tillë që sa më shumë prodhim me dorëzuar në pikat e grumbullimit, aq më shumë ju kthehen para nga subvencioni që jep shteti për fermerët. 10% u diskutoi që 10% i çmimit prodhimit ose e faturave tatimore që merren nga pikat e grumbullimit do të kthehen para në dorën e fermerit nga zyrat e tatim taksave. Brahja u ndal në veçanti tek skema mbështetjes për fermerët e bimëve medicinale dhe ata të blegtorisë. Për bimët medicinale ka funksionuar skema mbështetjes për gjitha bimët medicinale, por me bazën e sipërfaqes miell, ndërsa tani do të subvencionohet prodhimi i dorëzuar në pikat e grumbullimit. Edhe për qumshin e njëjta gjë, ndërsa për kulturat e tjera ato janë në diskutim, janë në studim, është projekti akoma s'ka dalë, por gjithsesi ky vit do të ketë shumë gjëra të reja në favor të fermerëve. Mëna muajit shkurt, maksimumi 15 marsit të dalin udhëzimi i ri i qeverisë për skemat mbështetëse. Me interes gjatë këtyre takimeve janë vlerësuar edhe propozimet e fermerëve të blegtorisë, të cilët kanë kërkuar të ulet numri i krerëve të gjës së gjallë për tufat që përfitojnë subvencione, pasi jo të gjithë kanë mundësi të plotësojnë kriteret aktuale për numrin e bagtive. Kjo me qëllim që të zgjerohet numri i fermerëve përfitues krahasuar me vitet e mëparshme, ndërkohë një problem që kërkon zgjidhje janë pikat e grumbullimit, ndërsa për çumështin dhe bimët medicinale, këto nuk përbën problem, pasi ekzistojnë baxhot dhe bizneset e mirëfillta të bimëve medicinale për prodhimet bujqësore, ende nuk ka pika të posaçme grumbullimi në rajonin e Shkodrës.